Gjatë ceremonisë së ndarjes së këtyre makinave për fermerët përfitues, Bekim Ermeni, drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, ka bërë të ditur se nga ndarja proporcionale e bërë nga drejtoria, në 4 rajonet rurale përfitues janë nga 24 fermer, ndërsa në zonën urbane përfitues janë 4-sish. Në rajonin e Rekës së Mirë kanë përfituar 11 fshatra, në rajonin e Dushkajës 16 fshatra, në Rekë të Keqe 22 fshatra dhe në Has 14 fshatra, ndërsa në qytet 4 lokacione. Të gjitha kanë përfituar minimalisht nga një makinë mielce. Jemi mundu që t'i ndajmë në mënyrë proporcionale, po jo vetëm proporcionale sipas rajoneve, mirë po minimalisht në çdo fshat, në çdo lokacion i cili ka marrë pjesë në rajonin përkatës, jemi mundu që minimalisht një makinë shkon nga lokacion, e aty ku ka pas aplikacione shumë më tepër, kemi dhënë edhe 3-4 dhe më tepër. Gjithsesi që inkurajojmë fermerët, ata që nuk kanë fitu kësaj radhe që të aplikojnë në skemat e ardhshme të drejtorisë për bujqësi, ata që kanë përfitu vitin e kaluar normalisht që këtë vit nuk janë përfitus, dhe ju që fitoni këtë vit normalisht që vitin tjetër do të jashoni radhen tjetër kuj, edhe kështu të vazhdojmë me mbështetjen e fermerëve. Duke folur për dobit që sjellin këto makina mielce për blegtor, drejtori Bekim Ermeni ka veçuar se këto makina mielce mundsojnë përmirësimin e cilësisë së qumshtit. Në kohë, drejtoria po mundohet që përmes subvencioneve të saja të ndikon në përmirësimin e cilësisë së qumshtit fresht dhe në të njëjtën kohë, duke ndiku në këtë proces, atëherë po mundohemi që të përmirësojmë gjithë hallkën e zinxhirit ushqimor të sektorit të qumshtarisë, duke ndihmu qendrat grumbulluese të cilat do të pranojnë nga ju një qumt më cilësor, mirë po edhe proponuesit lokal, duke u nisur nga ata të komunës së Gjakovës, siç është qumshtoria Golaj, qumshtoria Doni 3, të cilët furnizohen nga ju, në mënyrë që edhe prodhimet finale të jenë cilësore. Me pas u bë pranim dorëzimi i makinave mielce tek përfituesit, e fermerët theksuan se me këto mjete, koha punës do shkurtohet. Kjo mjaft na vjen se duhet mi miel lopën me dorë. Tash është tjenë këto a mil për shembull për gjysora 10 minuta pas mëj. Me dorë 2 orë një kom bën lopë minja dhe të sopa. Po e letëson shumë. Vend si me miel një lopë, kjo e miel 5. Shembull 8 milet një lopë, me këto e miel 5 sopa. Edhe na letëson punën. Sipas drejtorit Bekim Ermeni, vlera e këtij projekti është 24.900 euro. Prej kësaj shume, komuna e Gjakovës ka ndarë mjete në vlerë prej 19.920 euro apo 80% të shumës së përgjithshme, ndërsa fermerët kanë participuar me pjesën tjetër të mbetur prej 20% të vlerës, respektivisht 4.980 euro.